në këtë fushë që nuk do të jetë harmonizuar me legjislacionin evropian. Edhe diçka tjetër, sepse dua të sigurohem që nuk ka një tjetër keq interpretim të formulimit. Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike, që është diçka për të cilin kemi disa kohë që kemi rënë dakord sepse ky ligj ka përmbushur misionin e vet dhe po punojmë ngushtësisht edhe me komisionin për atë që do ta zëvendësoj këtë ligj. Kur bëhet fjalë për ligjin tjetër, nuk kemi asgjë për të shfuqizuar edhe pse ka pasur një rezolut në Parlamentin Evropian që ka kërkuar këtë, por na duhet ta trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda këtij ligji gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane, sepse shfuqizimi nënkupton anulim dhe ligji për investimet strategjike do të shfuqizohet, do të anulohet, ndërkohë që ligji për zonat e mbrojtura është një nga ligjet më të mira që kemi. Është një ligj për të cilin kemi punuar shumë fort për ta hartuar. Ligji i parë në vend për zonat e mbrojtura, sepse nuk kishim një të tillë më parë, ashtu siç nuk kishim shumë gjëra të tjera më parë. Dhe na duhet të trajtojmë pjesë specifike të cilat duhet të jenë në pajtim të plot me standardet e Bashkimit Evropian. Dhe edhe për këtë, ndërkohë që flasim, po punojmë me komisionin, por shfuqizim nuk është një fjalë që e marrim si fjalë për të qenë në përputhje, nuk është shfuqizim, është një ratim 100% në përputhje me standardet evropiane. Shfuqizimi është për ligjin për investime strategjike, janë dy gjëra ndryshme, thjesht sa për të mos humbur në përkthim siç ndodh. Kemi kohë edhe për një pyetje tjetër, shoh Chrisin këtu në rreshtin e parë. Faleminderit Chris Powers. Kam një pyetje për ministrin Bën dhe për komisioneren Kos. Nga të 4 vendet e super të martës sot, të gjithë kanë data ambicioze në mendje për përfundimin e procesit dhe për kohën kur do të antarësohen. Nuk po ju pyes se çfarë mendoni për këto data, se besoj e di tashmë, por çfarë planifikoni të bëni që këto data të fusni në mendjen e antarëve aktual të Bashkimit Evropian, e ndoshta për të punuar që këto vende të bien dakord për këto data në vjeç kur të flasin për zgjerimin. Pra ideja është që për të rënë dakord për këto data objektiv në mënyrë që të shërbejnë dhe si motivim që vendet kandidatet do të futen sa më shpejt jetë e mundur. Në fakt kemi një proces që po ecën me ritme dhe do ta vazhdojmë këtë proces dhe ne reagojmë në momentin që vendet kandidate kanë përfunduar punën që duhet përfundojnë. Dhe në këtë bazë do të vazhdojmë ta ndjekim procesin. Shohim për shembull që Mali i Zi ka ngritur grupin për hartimin e traktatit të antarësimit dhe është hap i rëndësishëm. Pra duhet të ndodhë puna dhe pastaj ambicia jonë për të ecur përpara. Pra të kemi një situatë kur puna teknike është bërë dhe kjo është shumë rëndësishme, por dhe kjo krijon momentumin e vet politik. Dhe në fakt ideja edhe e kësaj konference sot është që ka krijuar një tjetër pikë kulmore politike, që zgjerimi po ceke gjithmonë më tepër se realitet, që në fakt është. Pra na duhet që të vazhdojmë të mbajmë ritmin në këtë proces. Ne shpresojmë që do të jetë rasti që Mali i Zi të përfundojë këtë vit dhe ndërkohë të hartojë traktatin e antarësimit dhe është e rëndësishme që në fundi shtetet anëtare ta ratifikojnë këtë antarësim dhe e di që Shqipëria dhe vendet e tjera kandidate për antarësim po angazhohen mbi baza dy palëshe në mbar Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama që pjesë e samitit koalicionit vullnetshëm vepron në formate shumë të ndryshme dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nga pikpamja e presidencës irlandeze ne e dim që ka shumë punë për të bërë, shpresojmë që do të ketë shumë punë për të bërë dhe jemi absolutisht
ambicioz të punojmë me Komisionin, sepse në momentin që ju tregon njerëzve që ajo që po bëjnë ka vlerë, mendoj që ajo duhet që ky proces të ecë me ritëm. Ne do të kemi një diskutim të udhëheqësve në Këshillin Evropian në tetor, dhe ky mund të jetë një moment tjetër shumë domethënës, sepse duaj që kryeministri dhe presidenti Costa t'ju thonë udhëheqësve ja ku e kemi bërë këtë përparim. Atëherë le të ecim përpara me shpejtësi dhe ta bëjmë realitet këtë gjë. Siç e dini Kris, zgjerimi nuk funksionon me data, por sa më shumë vendi I afrohet fundit të pjesës teknike të negociatave për antarësi, më shumë mund të themi apo më shumë mund të përdorim vite. Po mbështesim Malin e Zi për përmbylljen e negociatave deri në fund të 2026. Është një vizion që e kanë vendosur ata për veten e tyre dhe ashtu si tha Tomasi më vonë do të shohim se sa shpejt do të ecë procesi I ratifikimit. Dhe më pas ne mbështesim vizionin e qeverisë shqiptare për të mbyllur kapitujt deri në fund të 2027 dhe po mbështetim vizionin e qeverisë së Moldavisë për të mbyllur të gjithë kapitujt deri në fund të 2028-s. Na duhet që të gjithë të jenë në të njëjtën bark, na duhet që spari kandidatët japin rezultate dhe nuk është e lehtë, po flas edhe për përvojën time, kur Slovenia ka qenë vend kandidat dhe me gjas akit sot janë 3 herë më shumë se sa në vitet kur ne kemi negociuar, kështu që kandidatët sigurisht duhet japin rezultate. Pastaj duhet që dhe Komisioni Evropian të nxit ekipin gjatë tërë kohës, dhe shumë prej tyre janë me mua sot këtu, me të gjithë bashkëpunëtorët, me të njëjtin numër bashkëpunëtorësh duhet të japim më shumë rezultate, kështu që dikush mund të thotë që ne po nxisim përpara procesin antarësimit dhe nëse e thonë që po e bëjmë këtë nëpërmjet dhënies privilegjeve ndaj kandidatëve, kjo nuk është e vërtetë, po e bëjmë këtë përmes mënyrave më të shpejta e më efektive. Për shembull, kemi pasur një proces shumë të shpejtë analizës së legislacionit për Ukrainën dhe Moldavinë. Sigurisht na duhen shtetet dhe sigurisht na duhet një presidencë e mirë që është në fakt drejtuese e procesit dhe jam shumë e kënaqur që në 4 presidencat e fundit kemi qenë me fat që secila prej tyre e ka pasur zgjerimin si përparësi kyçe dhe për mua, nëse mund ta them, kjo është një recetë shumë e mirë, por është vërtet punë e jashtëzakonshme, më lini t'ja u them. Ekipi im apo ekipet e mia që po punojnë me vendet kandidate, kontrollojnë legjislacionin dhe kur them ekipi im, nuk e kam fjalën vetëm për DGNS, janë të gjitha drejtoritë e përgjithshme të komisionit, të gjithë drejtorët e përgjithshëm, të gjithë komisionerët duhet punojnë për këtë gjë. Vetëm bazuar në këtë mund të themi që për shembull jam pozitive për vizionin 2028-s, në 2028-ën për Malin e Zi. Megjithatë Thomas thatë një gjë shumë të rëndësishme, ajo çfarë ndodh sot dhe po theksojmë të super të martë, por po theksojmë edhe që është një vend, një ditë e veçantë, sepse na motivon të gjithë dhe shoh energjinë e veçantë që po shpaloset edhe në vendet e tjera kur Shqipëria për shembull evoluon, ecën përpara dhe kandidatët e tjera janë të motivuara. Mali i Zi, që ka një paket financiare që e din sa do të kushtojë apo sa do të kontribuojnë, inkurajojnë të tjerët. Kështu që pres që kjo energji pozitive të na jap edhe më tepër energji për konferencat e tjera ndërshëbëritare që do të vinë, do të ketë shumë Thomas gjatë presidencës. Dua të falenderoj Marta, ekipin tuaj, ekipin shqiptar, ekipin tim që është ulur aty, të shumë njerëz kanë punuar për këtë gjë. Duam t'ju falenderojmë të gjithëve për punën që keni bërë dhe për punën që do të vazhdoni të bëni. Me këtë do ta mbyllim këtu. Faleminderit shumë të gjithëve.